Ju uroj mirë se ardhi në program Hakil Osmanit. Mirëmëngjes Hakil, mirë se na erdhe sot. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Mirë se na erdhe, është kënaqësi. Do të flasim sot për atë që na shqetëson çdo ditë. Kur jemi me syt nga qielli që në mëngjes dhe themi si do të jetë moti sot. Në fakt, dje Tirana të paktën dhe një pjesë e Shqipërisë ka qenë me mot të rrezuar. Rreshti shiu në kryeqytet nuk ka patur shumë, por na thuaj ti çfarë presim nga sot dhe në ditët në vazhdim. Edhe dita e sotme në fakt betet në mbizotrimin e vranësirave të shumta në gjithë territorin shqiptar. Vranësira do të jenë dominante, duke bërë që her pas here të kemi ere mundësira për momente të pakta me rreshje shiu. Rreshjet më të pakta pritet të jenë prezente në vijën bregdetare, pjesërisht në qytetet e zonës Surrët, por nuk përjashtohet mundësia. Pra rreshjet kryesisht do të jenë të karakterit lokal. Marrim për shembull kryeqytetin, nuk është se do të jetë i gjithë kryeqyteti njëherëshin në mbizotrimin e rreshjeve të shiut, por do të jenë lagje të ndryshme të cilat her pas here do të kenë momente të pakta me pika shiu. Disi më prezente, rreshjet pritet të jenë kryesisht në veri dhe në shtrirjen lindore. Në zonat e thella malore, duke qenë se kemi dhe rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, pritet që në disa zona kryesisht në veri lindje të territorit të kemi dhe rishfaqje të pakta të rreshjeve të dëborës. Jo vetëm dita e sotme, por po ashtu edhe dita e nesërme. Do të vijojë të jetë mbizotrimin e këtyre vranësirave të cilat do të jenë dominante pothuajse për gjatë gjithë 24 orëshit, po ashtu do të kemi rritje të lagështirës në ajër, duke bërë që ti kemi prezente rreshjet e pakta. Tashmë duke qenë se mbrëmja e sotme, por po ashtu edhe mëngjesi ditës së nesërme, do të sjellë dhe një tjetër rënje të temperaturave të ajrit, do të bëjë që të kemi rishfaqje të rreshjeve të dëborës disi më të dukshme në veri lindje dhe tashmë edhe në juglindje të territorit shqiptar. Dëbora ka sinjale të zbresi shumë pranë vlerave në 1000 metra nga niveli i detit. Pra të gjitha zonat të cilat të shtrydhje lindore pritet të jenë mbi 1000 metra nga niveli i detit, do të ketë dhe rishfaqje të flokëve të dëborës. Nuk është do të jenë rreshje të cilat të jenë me dëborë të dendur, por do të kemi rishfaqjen e këtyre flokëve të dëborës. Pra do të na kthehet bishti i dimrit, ta themi kështu. Në fakt, do të kemi disa sinjale, do të kemi një dimër të vogël, ku do të kemi jo vetëm rreshje dëbore, por po ashtu në zonat e thella malore, por po ashtu kemi dhe rënje të temperaturave të ajrit. Nga temperaturat të cilat kemi patur dhe në maksimume në 23-24 gradë Celsius në urtësirën perëndimore dhe minimume të cilat janë ngjitur në 4 apo 5 gradë Celsius në qytetet e zonave malore në 2 javët e para të muajit mars. Sot, dita e nesërme, pritet të kemi temperaturat të cilat maksimume do të jenë shumë pranë vlerave 18 gradë Celsius në urtësirën perëndimore, ndërsa vlerat minimale në qytetet e zonave malore dhe në veri lindje ndihen edhe temperaturat më të ulta, pritet të regjistrojnë shumë pranë vlerave -2, -3 gradë Celsius, duke bërë që të kemi temperatura deri në 3 gradë më të ulta se sa vlerat normale, ndërsa maksimumet, edhe pse kemi këtë rënien e ndjeshme të temperaturave të ajrit, sërish mbetet në 1 apo 1.5 gradë Celsius më të larta se sa duhet të regjistrohen, pasi maksimumet pritet dhe duhet të jenë rreth vlerës 16.5 gradë Celsius për gjatë muajit mars, ndërsa minimumet do të jenë rreth vlerës 1 gradë Celsius në qytetet e zonave malore. E kuptoj. Kjo temperaturë që ti përmende pak më herët dhe ky çrregullim i motit si bishti i dimrit që e quajmë ndryshe, do të jetë deri këtë fundjavë, pra deri të dielën, apo do të ketë një parashikim afatmesëm që mund të na shoqërojë dhe gjatë javës që vjen? Në fakt, nëse flasim për temperaturat e ajrit, duke filluar nga dita e premte kemi një përmirësim të tyre, kryesisht në orët e mesditës do të jetë më ndjeshme, duke bërë që maksimumet të ngjiten shumë pranë vlerave 21-22 gradë Celsius, ndërsa vlerat minimale rikuperimin e tyre do ta kenë më të avashtë. Fundjava kryesisht ka sinjale që të jetë me motë të qëndrueshëm dhe temperatura më të larta se sa ato që po përjetojmë për gjatë kësaj mesjavë, por sinjalet janë që edhe për javën që vjen sërish të kemi prezente vranësirat e shpeshta në territor, të kemi her pas here zhvillim të tyre, pritet të kemi prezente lagështirën e lartë në ajër, çka do të bëjë që her pas here edhe për gjatë javës që vjen ka sinjale që ti kemi prezente rreshjet. Kryesisht do të kemi rreshje shiu në pothuajse të gjithë territorin shqiptar, por sigurisht që në zonat e thella malore në skajin verior, duke qenë se në orët e para të mëngjesit minimumet aty do të jenë shumë pranë vlerave 0 gradë Celsius në fshatrat dhe në zonat e thella malore, sigurisht që her pas here ka sinjale që ti kemi prezente rreshjet e pakta të dëborës. Por pjesa më e madhe e territorit do të jetë mbizotrimin e rreshjeve të cilat do të jenë rreshje shiu, por nuk është se ka sinjale që ti kemi prezente rreshjet të jenë në rreshje kryesisht të pakta dhe jo rreshje ose rrepeshje shiu të cilat të sjellin problematika në territor.
Hakil, në fakt, kur ti përmend rreshtet e shiut dhe prishjen e motit, si thua, për shkak të këtyre tekave të motit apo të papriturave që sjell ardhja e pranverës, do të kemi edhe stuhi ndërkohë? Do t'i ruajmë dhe erës, shpejtësisë së saj, apo do të jetë e njëtrajtshme pothuajse? Dhe mbase më e dukshme në zonat të bregdetare? Nëse flasim për parametrin e erës, të paktën deri ditën e premte, pritet që her pas here të jetë me shpejtësi, po themi pak më e fortë se sa mesatare. Do të jetë me një shpejtësi që shkon nga 45 dhe në 55 km/h, kryesisht në vijën bregdetare është disi me ndjeshme. Sot të paktën deri ditën e premte do të kemi një që kryesisht do të jetë nga drejtimi veri lindor, duke bërë që her pas here edhe temperaturat e ajrit të ndihen disi më të ulta në momente ku era do të jetë më prezente. Disi me fokusuar parametri erës kryesisht do të jetë në zonat veriore, veri perëndimore, pra do të përfshi kryesisht qarkun e Kukësit, Shkodra, Lezhë, pritet ta ketë disi më prezente parametrin e erës. Do të jetë me drejtim veri lindor në këto zona, duke bërë që temperaturat e ajrit të ndihen disi më të ulta. Nëse flasim pasaj për zonat qendrore dhe zonat jugore, pritet të jenë disi më të mbrojtura nga parametri i erës, vetëm në skajnë jug perëndimor të territorit shqiptar, kryesisht nga Dishulli Karaburunit, her pas here do të kemi një erë që shkon në rreth 40 apo 50 km/h në intervale të shkurtra kohore, por nuk është se do të jetë një erë problematike, pasi duke qenë se do të jetë në intervale të shkurtra kohore, edhe dallgëzimi në det nuk është se do të jetë aq problematik. A do të kemi rrezik për përmbytje, apo do të jetë një periudhë e qëndrueshme me rreshje? Të paktën deri në mesjavën që vjen, kryesisht rreshtet do të jenë me intensitete të ulta lokalisht edhe mesatare, duke bërë që të mos të kemi sinjale ku të ketë prezente rreshje të cilat janë intensive dhe duke në qoftë se do të jenë rreshje, në qoftë se do të kishim rreshje intensive, sigurisht do të kishte edhe sinjale për përmbytje. Por duke qenë se rreshjet kryesisht janë me intensitete të ulta dhe lokalisht në zona të izoluara me intensitete shumë pranë mesatares, nuk është të ketë sinjale për sa i përket përmbytjeve. Kështu që është një situatë e cila nuk na shqetëson pjesa e përmbytjeve, ndërsa të paktën deri ditën e premte të kësaj jave, duke qenë se temperaturat e ajrit në qytetet dhe në zonat e thella malore, kryesisht në verilindjet e territorit shqiptar, do të jenë vlera negative, pra në -1, -2 gradë Celsius. Kemi prezent edhe lagështirën në akset rrugore, gjatë orëve të mbrëmjes vonë, por po ashtu dhe në mëngjes herët, është shumë mundësia për patjen e ngrisave në akset rrugore, kështu që duhet patur kujdes për të gjithë ata të cilët do të përdorin këto rrugë. E kuptoj, do të qëndrojmë të përditësuar gjithsesi gjatë fundjavës edhe me autoritetin rrugor shqiptar për të kuptuar pak më shumë për akset tona kombëtare, ku lëvizin numri i madh dhe qytetarësh dhe shkëmbehen Mallra dhe Kapital gjithashtu, për shkak se është edhe një fundjavë specifike, sepse kremtohet dita e Bajramit për komunitetin musliman dhe besoj njerëzit do duan të udhtojnë dhe të lëvizin më shumë nga një qytet tek tjetri për t'ia uruar njëri tjetrit, por dhe 4 ditët e pushimit që do të pasojnë pikërisht këtë festë. Ndërkohë, ka shumë që bëhen gati për të udhëtuar jashtë Shqipërisë, për të marrë linjat ajrore dhe për të udhëtuar në destinacione të ndryshme, pikërisht për shkak të këtyre ditëve të shumta të pushimit që do të pasojnë pas të premtes. Si do të jetë moti në Europën juglindore dhe në perëndim? Nëse flasim për Europën juglindore, të paktën deri ditën e premte parashikohet që kryesisht të jetë në zotërimin e motit të paqëndrueshëm, duke bërë që Kosova, Republika e Maqedonisë së Veriut, një pjesë e mirë e Greqisë, të jenë në bizotërimin e motit të paqëndrueshëm, këtyre vranësirave të dendura, të cilat her pas here do të krijojnë edhe mundësira për momente me rreshje shiu. Pastaj, nëse flasim për Europën qendrore, Europa perëndimore, parashikohet që të paktën deri në fundjavë të jetë në bizotërimin e motit të qëndrueshëm, ku intervalet e gjata me dije do të jenë prezente kryesisht në Francë, në Gjermani, po ashtu një pjesë e mirë e Gadishullit Iberik, kryesisht zonat lindore, pra gjysma lindore e Gadishullit Iberik të jetë në bizotërimin e intervaleve të gjata me dije, po ashtu një pjesë e mirë e Italisë pritet që kryesisht nga veriut e të paktën deri në qendër të jetë në bizotërimin e motit të qëndrueshëm deri ditën e premte, ndërsa pasaj përket fundjavës ka sinjale të shtohen vranësirat në Itali, duke bërë që të rritet mundësia edhe aty për momente të paka me rreshje shiu. Pra nëse e ndajmë, kryesisht Europa juglindore është në bizotërimin e motit të paqëndrueshëm, ndërsa ajo perëndimore do të jetë në dominimin e intervaleve të gjata me diell. Duke krahasuar me një vit më parë kalendarik, është e njëjta situatë e parashikimit të motit, apo ka ndryshim në vlerat e parametrave të caktuar, siç janë rreshjet, era, apo ndonjë fenomen më i veçantë që kemi vënë re? Nëse krahasojmë me vitin e kaluar, do duhet ndarë ky muaj në dy pjesë. Pasi
fillimi i tij, 2 javët e para kanë qenë me temperatura shumë të larta se ato të vitit të kaluar, ku kemi patur maksimume të cilat janë afruar shumë pranë vlerave 25 gradë Celsius në rang territori, po ashtu kemi patur 2 javë të cilat kanë qenë kryesisht në dominimin e intervaleve të gjata me diell, ndërsa ka sinjale që 15 ditë në krahasim me vitin e kaluar të ketë disi më prezente temperaturat me vlera më normale se sa në vitin e kaluar. Do të kemi temperaturat të cilat do të jenë shumë pranë vlerave normale, janë të vlerës 17 gradë Celsius, sigurisht që do të jenë vlerës 19 gradë Celsius, do të kemi ditë të cilat jenë më të larta, ditë të cilat do të jenë më të ulta, pra 15 ditë i dytë, në ndryshim nga viti i kaluar, do të ketë temperaturat e ajrit më normale. Do të ketë ashtu prezente më të dukshme rreshjet në territorin shqiptar, do të jenë rreshje kryesisht shiu, por do të kemi dhe këto momentet e pakta ku do të kemi dhe rishfaqjen e rreshjeve të borës në ndryshim nga viti i kaluar. E kuptoj. Mbase një pyetje naive do të ishte konsumuam gjithë shiun vjetor me shkurtin, që pothuajse 3 javë nuk pushuan rreshjet? Në fakt po është e çuditshme pasi direkt pas 3 javësh të gjata me prezente rreshjet e shiut, kemi patur 2 javë të cilat gjatë muajit mars kanë qenë me intervale të gjata me diell. Sigurisht, duke qenë se pranvera është e gjatë, do t'i kemi prezente rreshjet në territor. E kuptoj. Nuk e di nëse mund të shkosh dhe mund të përparoj parashikimi i motit për fundin e marsit dhe për fillimin e muajit prill. Nëse flasim të paktën deri në fund të muajit mars, parashikohet që kryesisht të kemi një mot në pjesën më të madhe të ditëve të paqëndrueshme, do të kemi prezente të vranësirat e shpeshta. Ka sinjale që fundi i muajit, pra më themi 5 ditë që i fundit të muajit mars, të ketë rreshjet disi më prezente, ende jemi në kuadrin e sinjaleve, duke bërë që her pas here rreshjet sinjalet janë të jenë ere në formën e rebesheve, por duhet afruar më shumë në kod për të parë në qoftë se këto sinjale ku rreshjet jenë disi më prezente me intensitete mesatare lokalisht në zonat e izoluara edhe intensive, është ende larg, por sinjalet janë që fundi muajit të ketë kryesisht më të paqëndrueshëm me rreshje shiu, temperaturat e ajrit do të jenë rreth vlerës 20-21 gradë Celsius në orët e mesditës, ndërsa minimumet do të jenë 1 apo 2 gradë Celsius, duke bërë që pothuajse në gjithë territorin shqiptar të kemi kryesisht rreshje shiu vetëm në zonat e thella malore mbi 1500 metra nga niveli i detit të kemi rishfaqje të pakta të rreshjeve të borës. Ndërkohë pas që kemi gëzuar kot për ardhin e pranverës, se me çfarë po na priska, pas kemi në qik kohë ende për të pritur pranverën, apo jo, në horizont? Në fakt, po, pasi me 2 javët e para të cilat neve kemi patur temperaturat të larta dhe diell, po themi në arriti shpresat për të patur më shumë diell. Por sigurisht, duke qenë se jemi në muajin e pranverës, duhet të gëzojmë prezencës së rreshjeve të shiut, pasi është mjaft normale që ato të jenë prezente në territor. Pasi në qoftë se do të filloj dielli dhe temperaturat e larta që tani, imagjino kemi verën përpara. E kuptoj. Ka ata që merren me bujqësi, fermerët në përgjithësi, të cilët sigurisht të kujdesen për të mbjellat e tyre. A do të jetë ky prelut i kësaj pranvere i dëmshëm apo në favor të tyre? Si e mendon motin? Në fakt, duke qenë se prezenca e rreshjeve të shiut, të paktën deri në fund të këtij muaji do të jetë prezente, sigurisht që e ndihmon mjaft bujqësinë, pasi sado që neve t'i vadisim tokat apo të gjitha të mbjellat, prezenca e rreshjeve të shiut e ndryshon atmosferën. Po ashtu, duke qenë se do të kemi prezente rreshjet e shiut, do të kemi dhe një rënje të temperaturave të ajrit. Pasi duke qenë se është muaj i parë i pranverës, temperaturat të cilat nisën me 24 apo 25 gradë Celsius nuk është se janë normale dhe sigurisht, duke qenë se nuk janë normale, ndikojnë edhe keq në bujqësi. Rënja e rreshjeve të shiut sjell edhe këtë tërheqje në rënjen e temperaturave të ajrit, duke bërë që të jetë një muaj më normal dhe të gjitha të mbjellat të cilat përdoren apo vendosen për të mbjellë në këtë muaj, sigurisht që e ndihmon kjo rënje e rreshjeve të shiut dhe temperaturat të cilat janë më normale. Kështu që të shpresojmë që nuk do të ketë ngrica të papritura dhe trillet të tjera të motit, që megjithatë më duhet të them, nuk besoj se do t'i prishin dot planet atyre që kanë bërë për të lëvizur në fundjavë. Duhet të bëjnë kujdes sigurisht, por të gjitha ata të cilët do duan të lëvizin në fundjavë, sigurisht që nuk do t'ju prishen planet, pasi prezenca e rreshjeve do të jetë krejt minimaliste, nuk është se do të kemi rreshje të cilat jenë problematike në zonat të paktën në Europën Juglindore, ku pritet të jenë
në zona të izoluara. Në qoftë se ata të cilët do duan të qëndrojnë në territorin shqiptar, do të kemi një përmirësim të përkohshëm të kushteve të motit, edhe pse vranësirat jenë prezente, më së shumti nuk pritet i kemi prezente rreshjet në territorin shqiptar. Temperaturat e ajrit do të kenë një rritje të tyre duke bërë që maksimumet jenë vlerës 22 gradë Celsius, por edhe ata të cilët do duan të lëvizin do të kenë një mot i cili nuk është rreth problematik. E kuptoj, po dielli është bujar me Shqipërinë. Sido që të jetë edhe pse fshihet pas disa shtresave të reve, gjithsesi rrezet e tij dashamirëse na mbrin deri këtu në sipërfaqe të tokës dhe na ngrohin zemrën për një pranverë që nuk kthehet dot më pas, apo jo? Në fakt po, pasi në territorin shqiptar dielli është në shumë ditë prezent, edhe pse kemi her pas here këto ndërhyrjet e përkohshme të vranësirave dhe rreshjeve të shiut, sërish shpesh ai shfaqet në territorin shqiptar. E kuptoj. Hakil Osmani, faleminderit që ishe sot me programin Mirëmëngjes Shqipëri. Të uroj festa të mbara në fundjavë dhe gjithashtu një fundjavë të bukur dhe faleminderit që kontribon për të na ndihmuar bashkë me teleshikuesit të kuptojmë se si do e kemi motit në ditën e vazhdim. Faleminderit, gëzuar dhe ju të gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Ecim më tej dashur miq me programin Mirëmëngjes Shqipëri. Jemi ende në pjesën e parë të programit. Vjen Kristi me të ftuarin e radhës.